Përshëndetje. Përshëndetje dhe ju. Unë, sa jam i njoftum, edhe jo i njoftum, po jam 100% në atë që është thonë edhe që është shkru deri tash. E di se Federata Futbollit harmonizimin me UEFA-n e FIFA-n e ka obligative dhe nëse nuk i ka ato harmonizime, ai nuk mund të vazhdoj procesin apo punën e vet në federat. Sa i përket shkresave, edhe sa i përket disa përshamat që ju vinë juve në ministri, janë disa shkresa që është shumë, ndoshta janë shkresa edhe dihet shumë qartë pe kujt janë. Jam informuar, janë 2-3 persona, edhe më vjen, nuk du me thonë. Jo, zë të dush me thonë. Jo, s'thom, s'mundesh me mështiti mu me zonë me thonë diçka që ka për shembull unë. Jo, me të obliguvesh, kur të thu një lajm, dush me thonë deri në fund, që shikuesi me pas sa ma qartë atë çfarë po thu. Statuti me 2023-ën, 2022-ën që thot profa edhe statuti është harmonizuar, edhe janë në harmonizim edhe me UEFA dhe FIFA. Po mos ishte harmonizimi, mos harroni që as Infantino, as Çeferini nuk do të ishte në Kosovë, sepse ata nuk punojnë pa letra, edhe ata obligativin edhe senin e parë që kanë letrat. Pra statuti. Edhe unë jam i bindur që statuti edhe gjitha ato shkresa që i keni kërku, ku nuk ka harmonizim dikun, unë besoj që Federata është qaq e vëmendshme dhe është qaq e qartë, sa që duhet të harmonizohen edhe me kërësën, pra do t'jenë aty bashkarisht. Po, vjen keq që gjithmonë, sa arë vjen deri të një ndeshje e madhe, apo një kvalifikimi madh, ndodhin disa gjona që s'na ka hije as i sportista, as i njerëz. Para procesin sportiv nuk kisha dash as me diskutu këtu në raport me procesin e vendimore se cila e ka, për shkak që gjithë ne jemi të lumtur që sukseset e kombëtarës janë këtu janë. Po s'poleni më lumtur. Ndërsa çështje tjera unë nuk e di për bëvo fjalë për 2-3 persona siç e tha ti. Kjo është e rëndësishme në fakt në ditë ka 2-3 persona, apo mendon pe MKRS-s apo FFK-s? Jo, bras FFK-s njerëz që për shembull punojnë për me bërë diçka edhe në federat. Nëse bën të kryen se po krijohet shumë nuk e dëgjoj. Do të shohim na fal. Unë e thash që më herët që jo vetëm për Federatën e Futbollit, por për tërë sistemin sportiv, jemi të shumë të interesuar edhe jemi të obliguar që të respektohet legjislacioni i cili është fuqi. Ne kemi edhe ligjin e ri për sport, deri në fund të muajit janar do të jetë në dëgjim publik edhe rregulloria e re për licencim këtë rast për lejet të organizatave sportive, të cilat normal që do të ketë edhe ndryshime në raport me forcimin e transparencës dhe ligjshmërisë nga organizata sportive, ku ndërsa të kthehemi edhe një herë të çështjet e komenteve, ato komente janë nga persona zyrtar të UEFA-s dhe FIFA-s, normal që unë kam diskutuar në kuvendin e fundit me të përfaqësuesin e UEFA-s, i cili ka qenë prezant në kuvendin e fundit, normal që çdo herë ka ndryshime edhe ka nevojë që të përfshihen edhe komente të tjera. Sa i përket atyre komenteve në atë kohë, jo të gjitha janë përfshirë dhe unë po shpresoj shumë që gjatë javës së ardhshme sa të kemi edhe